Në shtëpinë e Big Brotherit atmosfera nxehet kur Labinoti dhe Londrimi përplasen sërish në një debat të tensionuar. Gjithçka nis nga një koment i vogël, por për shkak të nervave të tendosura mes tyre, situata përshkallëzohet me shpejtësi. Labinoti ngrihet në këmbë, me zërin e ngritur, dhe fillon t'i kundërpërgjigjet Londrimit me tone gjithnjë e më të ashpra. Ai i thot hapur Londrimit se sipas tij, ai po sillet pa logjik dhe se nuk po kupton asgjë nga ajo që po i shpjegon. Labinoti vazhdon duke e cilësuar sjelljen e Londrimit si të pavend dhe të paqëndrueshme, ndërsa banorët e tjerë përpiqen të kuptojnë se ku nisën gjithë këto tensione. Me nerva në kulm, Labinoti akuzon Londrimin se po reagon me emocione të tepruara dhe se po e dramatizon situatën më shumë se sa duhet. Në kulmin e debatit, Labinoti shprehet me tone të forta se për të Londrimi po sillet si femër. Një koment që shkakton reagime të menjëhershme nga disa banor, të cilët ndjejnë se situata po i kalon kufijtë e një debati normal. Megjithatë, Labinoti nuk tërhiqet dhe vazhdon ta kritikojë duke thënë se Londrimit i mungon truri dhe se nuk ka ndërmend të flasë më me të, sepse sipas tij biseda me Londrimin nuk çon askund. Londrimi, nga ana e tij, përpiqet të përmbahet dhe të mos reagojë me të njëjtën ashpërsi, por kundërshton disa prej akuzave të Labinotit, duke thënë se ai po e egzageron situatën vetëm për ta bërë debat. Megjithatë, Labinoti e ndërpret vazhdimisht dhe i bën të qartë se nuk dëshiron të ketë më asnjë lloj komunikimi me të. Banorët rreth tyre qëndrojnë të habitur nga intensiteti i përplasjes, duke kuptuar se raporti mes Labinotit dhe Londrimit është prishur totalisht. Edhe pasi debatit i ulet zëri, tensioni mbetet i dukshëm, me Labinotin që largohet i irrituar, ndërsa Londrimi mbetet në vend, duke reflektuar mbi fjalët e thëna dhe mënyrën se si situata doli nga kontrolli.